Mirëmbrëma, mirë se erdhët në konfront. Këto ditë marsi janë mbushur 21 vjet nga trazirat e vitit 2004. Ato 3 ditë, 17, 18 dhe 19 mars, njën si ditët më të errta të dhunës ndëretnike që ndodhi në Kosovë pas luftës. Si e pse ndodhi, nuk do të ndalemi sonte, sepse nuk ka pasur kur një hetim të mirëfillte të thellë që do të gjente shkaktarin ose edhe orkestruesin nëse ka pasur të tillë e ku vdiqën 19 persona, 11 shqiptar e 8 serb. Por sonte do të flasim për pasojat që ne i bartim edhe sot e asaj dite nga ato momente. Dikush mund të thotë se cilat janë pasojat, sepse objektet e kultit fetar, kryesisht kisha ortodokse, janë riparuar, janë renovuar dhe sot nuk mund të gjesh gjurmë zjarri në to. Por problemi është se pas ati momenti, pra një problem base edhe i fryr, pasoj e cilës edhe sot pra bartim ato pasoja, është pret pra zgjidhje, edhe përcaktuar me marrëveshjen e Ohrit, është statusi i kishës ortodokse serbe në Kosovë. Për të folur për këtë në studio kam 2 historian, zotin Jusuf Buxhovi, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Dhe zotin Enver Exha, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Atëherë, jemi 21 vjet pas atyre ngjarjeve që përmenda, mund na thoni cili është çmimi i atyre ditëve? Po them drejtën, çmimi është shumë i madh. Ju o thatë edhe në fillim aty se fjala është për një diverzion politik i cili pasojat e cilit janë në planin e jetës identitare, historike, kulturore dhe shtetënore të na. Dhe kur themi kështu, atëherë themi se ato nuk kanë qenë të rastit, nuk kanë pikë prej qiellit, por ka qenë pjesë e një politike të caktume, një skenarit caktum të Beogradit, i cili s'paku nëse historian të mund të flasim, kishat, monumentet e kulturës, monumentet e religionit përgjithësi, i ka përdorur për qëllime hegemoniste, do të thotë. Prej krizës lindore tutje, kur kanë fillu në Qertania, kur kanë fillu projektet për krijimin e shteteve nacionale në hapësinat e perandorisë osmane këtu, cilat është dashur të jenë satelit të Rusisë, Serbia, Bullgaria, Malizi e tjerët, atëherë roli i kishës dhe i faktorit fetar ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm, mandej vendimtar, sepse vetëm këtë desha ta them. Gjithë projektet që janë bërë prej krizës lindore tutje, do të thotë që ka udhëheqë panslavizmi me shkollën edhe slavizëve në Vjenë, kanë pas për një qëllim që ortodoksin, rritin ortodoks, të kishtarë, si është quajti vjetër, ta përkthejnë në identitet nacional. Dhe mbi atë të ndërtojnë mandej dhe shtetet nacionale. Thatë nuk kanë qenë rastësi, skenar. Ka qenë skenar i bërë më herët dhe vetëm pritej një moment i tillë siç ishte vdekja e 3 fëmijëve në Mitrovic. Pra, ishte skenar, u prit një shkas, një moment i caktuar për të ndodhur ajo që ndodhi. Nuk ka qenë revolt popullore për vdekjen e atyre fëmijëve, mendoni, gjithçka pastaj orkestruar? Ka qenë skenar, kur them skenar, unë shetëm mi shumë argumente, mi shumë fakte sot që janë verifikuar nga shërbimet kompetente gjermane, evropiane, të cilat i kanë përcjellë me vëmendje dhe disa janë edhe mund të shfrytëzohen. Kam parasysh edhe një dokument tjetër të vetë presidentit Rugova, cilin unë kam përfshi në librin tim Vitit e Gjermanisë. Janë 2 letra, cilat janë dërgu gjithë autoriteteve të atërshme Kvorit, Turmikut, po dhe fuqive evropiane. I pari thotë se duhet kemi kujdes, ne ishin në përgatitje si për bisedimit të Vienës atër, që ta shëgjimia ortodokse, e krishtere ortodokse, të mos si lejohet përvesohet kishës ortodokse serbe, sepse do të jetë një element shumë i rëndësishëm politik për destabilizimin e shtetit Kosovës, apo për çfarë do vendimi që do të merret. Dhe letra 2 të Rrugovës, po ashtu është, masi ndodhin këto ngjarjet, Solana, kështu, e thret atë dhe në një farë mënyrë merr në përgjithësi Rrugovën, i thotë pse ju
po jeni ka që qetë. I thot zotni, thot unë nuk kom pushtet mas pari, e dyta, para 2 muajve unë ju kom njëftu juve, sepse po përgatitet një skenari tillë. Ka pas informata, thot unë i kom dërgu qarqet saktume të këforit, nuk i keni marrë parasysh, bile, thot disa dhe kështu në fënyrë më ka një njëru, thot edhe unë këtë moment, thot po ju them juve, se këtu, ky skenar ka pas për qëllim që shteti bisedimet që për të fillu atër du të fillojshin vijen për statutin e Kosovës, ta sa ma shumë të pengojnë një shpallin e pavarësisë Kosovës shtetë pavarën edhe mikët faktor. Do thot, aty janë 10 pika, janë shumë detaljume, janë shumë të rëndësishme ato për historinë tonë, sepse rrugova e qonë puq, e qonë një puq përgatitur, në thot prej faktorëve të jashtëm, po dhe të menshëm, prej faktorëve kompetent, nuk i përjashtën dhe faktorët e disa shërbime ushtarake, cilat mandej, vetë ju, po jo them këtë si korrespondent që kom qenë në lindjes në Bonn, vetë Bundestagu Gjerman vitin 2006 dhe 2007, i cili ka shiku se si kanë shku ato ngjarje, ka kërku hetimin për 2 oficera të nalt të Bundesverit Gjerman në Prizren dhe 2 janë suspendu. Është kërku edhe një proces, por nuk ka ndodhur. Unë jam interesu pse nuk ka ndodhur ai proces, thot janë hetimet në vazhdimësi, por po si duket aty, ata e kanë saktu fajin, por tesha të them këtu, ato sepse ka qenë skenari përgatitur ndaj faktorëve të jashtëm të menshëm, që kishës ortodokse serbe të jepen tapit historike në Kosovë, si që ndodhi faktikisht me Pakon e Ahtisarit, në mënyrë që shteti i Kosovës të ndikepohet në aspektin kulturor, në aspektin historik, po dhe vetëm në aspektin territorial, sepse na me zoti Enver e dinë shumë më mirë se une, ajo ka ndikuar që na sot të kemi edhe një 20 e sa apo 30 e sa ekstraterritete kishtare në Kosovë, cilat e pengojnë, por nuk janë vetëm ato ekstraterritete, na e kemi rastin e Banjës, kemi raste tjera ku ato janë edhe depo armësh dhe shteti i Kosovës do të ketë probleme jashtëzakonisht mëdha, pikërisht në saje të asaj që ka ndodhur në mars vitit 2004. Zoti Rexha, ju cilin e shihni çmimin më të lartë që paguan Kosova dhe sot nga këto ngjarje dhe pajtoheni se ka qenë e orkestruar gjithçka? Po pajtohem, ndëgjova me vëmendje zotin Buzhovi, i cili po ashtu e njeh këtë fushë dhe përcjell me vëmendje ngjarjet. Unë kam një mendim timin, e kam shpreh disa herë edhe në biseda zyrtare apo edhe shoqënore që ka qenë një skenum dhe mendoj që shteti që e kemi fqinj edhe që i kemi raportet të asarume deri me tani në veri, mendoj që kish me dhonë miliona euro, shumë miliona euro, për me arrit qatë rezultat në aspektin e një spionazhi apo të tjera, s'kish mujt me arrit atë që e bënë shoqënia jonë e orkestrume. Unë mendoj që ka pas plan, edhe problemi që e tha dhe zoti Buzhovi është edhe politik, sepse në atë kohë flitet që ka pas mundësi sovraniteti i Kosovës apo shpallja e pavarësisë vjen më herët. Edhe bisedimet edhe një problem politik që rrjedh prej saj është Vjena, që përmendi zoti Buzhovi, që në Pakon e Ahtisarit dalin ja 15 pika për trashëgimi kulturore. Kur thoni rritën problem politik, mendoni se për shkak të politikës së brendshme u orkestrua ajo që të ndodhte më vonë pavarësia e jo në atë periudhë kohore? Shisho, është edhe politika jashtë pavarësia ka ndodhur 4 vite mas. Pavarësia ma vonë, po ajo ka pengu procesin e pavarësisë. Ka zëra, ka bërështetas të kohës që kanë qenë aktiv në politika, po në institucionet që kanë vlerësu që ma herët do të vinte pavarësia. Spaki për 2 vite apo 3, ashtu kufizohet, përveç asaj në Vjen, në Pakon e Ahtisarit dalin shtylla ma shumë kritere për çështjen pikërisht të trashëgimisë kulturore ortodokse dhe është problematike edhe
atu buron edhe ligji për zonat e veçanta të mbrojtura. Se sikur mos kishte dalë ky ekses, që po i thojmë, ky problem në ato takime, edhe të Vjenës, edhe ma pas pako Ahtisarit, edhe ma pas ligji për zonat veçanta, ndoshta s'kish me qenë hiç, kish me ligji për trashëgimi kulturore, ku e ka arkitekturën apo objektet e trashëgimisë kulturore në mbrojtje, sikur konform ligjeve të Evropës, apo konventave të UNESCO, sepse ligji jonë është i bazum. Dhe me thonë, ne kemi bo një lloj ekstra ligji, dhe paka shumë sa di prej dokumenteve, është arrit që në Vjenë spaku mos të jepet eksterritorialitet. Atu ka qenë qëllimi. Mirë po kanë arrit... Negociatat në Vjenë, pra u përdor ajo ndodhje 2004 për të ndërtuar atë narracionin e Vjenës, thoni? Po, atu unë besoj bind shumë me dokumentacion. Si e përdori Serbia këtë moment? Serbia përdorin propagandë dhe Serbia për fatin e keqe përdori edhe për qëllime të tjera, zbrazjen e popullsisë, ndjekjen e popullsisë serbe 2004, për plot ki mediume, ki studime, ki shkrime, ki festime ceremoniale që bohen me rastin e vjetëve që është ndjek populata serbe, qëllimi ka qenë me zhvendos populatën serbe prej trojeve të veta. Një egzod. Po, një egzod edhe ato edhe sot e ki për plot, në gjdo medium apo edhe studime që ta është veçanta, po problemi është që e kanë shfryzu se ne ju kemi dhonë mundësi. Edhe fati i keq është që nuk është ndjek. Deri më sot nuk di që ka një gjykat, apo një vendim, apo një akt i cili tregon lidhur me ngjarjet kush i boni. Janë dënuar disa persona në rastet të ndryshme. 67 persona, edhe 150 ndoshta të tjerë me shuma, me para, me burgje ndënu, mbi 67 në sa di. Dënime individuale, jo grupore. Po, jo grupore. Mirë, po problemi është i madhë, unë edhe një herë kom atë vlerësim. Kjo, menoj, me i dhonë 400-500 milion, apo 1 miliard Serbia nuk ishtë mujt me arrit efektin sa e ka arrit politik, edhe me politizu kishën ortodoxe sërbë, apo objektet, monumentet e kishës të ne, sa ne e kemi hongër atë orkestrim që tojnë populata. Pra, ne jemi instrumentalizuar. Ne jemi instrumentalizuar, sepse u morë qëllim edhe sot, ja do fjale zotit Buzgjovis, që i përmende rastin e 3 fëmijëve, Nibër. Dalin dokumentacion që s'ka qenë pretekst, apo u marrë vetëm shkas. Edhe me zi që u prit, qaj skenar më realizu, e kanë kesh kuptu dikush, e ka pranu, ka pas grupe të ndryshme të interesit, edhe ajo ka bo domet të pariparueshme, se tash besoj edhe në pavarësi, në fatin, edhe në konferencën e Vjenës, apo në takimin e Vjenës, edhe në ligjin që tash zonat e veçanta të mbrojtura që na ka detyru shumë ma pas përveç 10 milion eurove që i kanë kushtu bugjetit tonë, dukës 7-3 ka pagu Evropa, 10 milion euro ne i kemi pagu dëmet ma pas, përveç humbjes njerëzore që e përmende. Po thëmë, ka këto rëndësi këto që i thë dhe soti Enver, po ka është më rëndësishme që ju që këtë pak më përpare ka ndiklu drejt për drejt, edhe pakon e pavarësisë tonë dhe procesin se si do të shkohet, se si do të definohet ajo. Serbia ka pas një qëllim saktum aty, që të arruj trashëgimin e përvesumit, krishtenimit ortodoks, përkëthujme në krishtenim serb. Kisha ortodokse serbe nuk ka egzistu ashtu si thuhet të shekullin 13, është një mashtrim dhe zoti Regja i ka shkru për këto, po ka dokumenta sa dush, ajo ka fitu autocefali në vitin 1923, zyrtarisht, dhe prej asaj kohë ajo ka fillu ta administroj dhe kishat 3-4 manastirë tu. Por ajo që ka është ma e rëndësishme janë këto, që Dragova e shkruan në letër që paralajmëron, është sepse Serbia ka synu dhe synon. Edhe sot e gjithë ditën po i përdor ato argumente të botës serbe, kulturës serbe, kishave serbe, trashëgimi serbe. Ne kemi botimit e Cviqit, e din zoti Regjaj me 1908, a i ka bo disa studime jashtëzakonisht rëndësishme për nga aspekti vetë, po dhe për ne, sepse ka informacionet mirë aty për populatën këtu, se si duhet ajo populat e besimit ortodoks, liturgjisë ortodokse të
asimilohet, kthehet në serb, si ka ndodhur në Maqedoni. Dhe në fakt kanë arritur, sepse kemi diskutuar edhe hera tjera, kanë arritur që trashëgimin ortodokse ta kthejnë në zyrtare trashëgimi ortodokse serbe. Serbe, që aty është problemi tash. Na e kemi dhe një të Qosiqi që është një prej autorëve të memorandumit dhe lirisht mund quhet njëru që i ka udhëhequr gjitha këto proceset e hegemonizmit të ri të politikës Miloševićit e tjera. A i bili me thot një farë librin e fundit të ti koha gjartë një qutë të vrejnë me zmi, thot krejtë kom besu, thot, kom mendu, thot që faktori ndërkombëtar do të detyroj shqiptarët, do të detyroj serbë që t'i pranojnë diktatin politik, por nuk ma ka marrë mendja që atë fetar, atë kulturor, vetë shqiptarët t'ja u dorëzojnë serbëve, thot me sjelljet e tyre, thot vandale që i bën ndaj manastirëve. Dhe këtu po lidhem prapë te kjo Vjenës. Rugova ka ditë këtë problematikë se mund të jetë shumë e kushtueshme për bisedimet e ardhshme për Kosovën, sepse edhe delegacioni që ka qenë i Jonit nuk ka qenë konsekvent për mi mbrojt këto, por ka këshirë sapet e veta, nese, por vetëm këtë ta them. Aty ka pas edhe historian, bashkë me delegacionin politik në Vjenë, ka shku edhe historian. Është një kapitull tjetër, por politika ka vendosë. Ka ekzistu një farë qëndrimi atje, se të japim manastirët serbëve, kishës ortodokse, na të kënaqim ata, njëtën kohë krijojmë edhe një farë kundërpeshë që ka ekzistuar një shtet mesetar serb, kanë kisha cilat kanë punu kundër nesh, ka ardhur Perandëria Osmane, na ka sqaruar dhe tash na e kemi edhe këtë komponent. Kjo janë qëndrime antihistorike. Po desha pra të kthejmë të Rugova, se si ka kërkuar që politikisht të pamundsohet ky diskurs që u kriju në Vjenë kundra shqiptarëve dhe faktikisht ishte gati njëjtë me atë që thoshte Qëbrluviqi ose Vladan Xhexheviqi që këta shkatrojnë qytetënimin perëndimor, shkatrojnë krishterimin. Rugova thot se kjo çështje duhet të zgjedhet në përputhje me Kushtetutën e Jugosllavisë, e ka një farneni aty, nuk e di cili është, kur thot se objektet të kultit të gjitha religioneve duhet të jenë do të jenë në pronësi e kombeve dhe të komësive. Domethënë, ato që ka në Kosovë do të jenë trashëgimi e Kosovës. Në rrethonat e Jugosllavisë socialiste atër që quhemi, që ta quhim atër, Kosova i kishte në mbikëqyrjen administrative, zoti Regja e din këtë punë fort mirë, kisha ortodokse nuk ka pas kurrë pushteti politik, e as trashëgimia nuk ka pas kur fraqasje, nuk ka liu kur zho, por këtu këtë e ka përpozuar Rugova. Ky solucion nuk është marrë. Kjo është gabimi më i madh, sepse me këtë do të eskivohej gjithë ajo që neve sot për na ka bosi barë e kishës ortodokse serbe. Prandaj këtu desha të them edhe te Vjena. Te Vjena drejt pas drejt, Serbia ja ka arrit qëllimet që tapit historike të ruaj. Dhe ato që sot flet sot... Përveç se të ruaj i ka avancuar, dhe me thënë, e ka avancuar statusin e kishës... Zoti Regja i këto do të flet ma shumë, vetëm të thonë kështu, prej 3-4 objekteve që kanë qenë siguruar prej faktorëve dëqani këto, janë bo 42. Edhe pse Zoti Regja e din më mirë. A ka ndodhur kjo edhe për shkak, siç po thot zoti Buxhovi, që kemi lejuar një farë forme vetë që trashëgimia ortodokse të njihet edhe zyrtarisht si trashëgimia ortodokse serbe, për faktin se në Kosovë në masë të madhe jetojnë njerëz të besimit islam. Dhe duke qenë se jemi në masë të madhe të besimit islam, nuk kemi pasur interes të ruajmë trashëgimin ortodokse? Ka të bëjë edhe me këtë që pëthuti prej një këndi, por problemi është që... Apo është krejt politik problemi? Jo, është politik, apo histori politike me marë me shujt ashtu, sepse shumë mire për shujt i zoti Buxhovi, krijimi i shteteve nacionale, apo kombeve, gjysmën e dytë në Ballkan të shekullit 19, krijojnë edhe nacionalizmat ekstrem këtu, për fat keq që ta ne kemi hup hapin edhe disa njerëz ndoshta edhe pa dije, ndoshta edhe me dije të kufizuar apo s'po mujnë me thonë me qëllim, kanë bolë shime në terminologji apo në
hisën e monumenteve të trashëgimisë kulturore, sepse edhe në konventën ndërkombëtare, atë që ka pas ish Jugoslavia, ligji për trashëgimi kulturore, është konventa ndërkombëtare e UNESCO-s, neni po haroj cili tash, që përcakton monumentet e trashëgimisë kulturore takojnë atij shtetin cilën janë. Nuk ka drejtësi. Të të lira për qasje të lirë turistike bile. Monumentet latinës apo të botës të romake, apo kultura romake, cilat janë në Istanbul, për shembull, dhe shumë tonë janë italiane, apo të tjera, sikur po pretendojnë, sepse të ne pretendohet edhe sot, që kishat ortodokse janë sërbe, që kjo fati i keq që ka rrjedh, katolike edhe ato si Laramon, disa vendore paket të tjerat dhe xhamijat të Turqisë apo Islamit që nuk qëndron. Këtë trashëgimi janë ndërtu prej banorëve lokal. Edhe atë trashëgimi e gëzojnë me të drejtat edhe ndërkombëtare të UNESCO-s. Kjo termi trashëgimi ortodokse sërbe, kjo është politizim puro politik, që rrjedhën këto pas 99-ës, sepse trashëgimia ortodokse i takon popullatës vendore. Edhe ne për plot, nuk ka statistikat sakta, por dihet që populata jonë në shumicë arbrore ka qenë ortodokse. Për me javë shpjegu atyre që na shohin këtë moment më thjesht. Për shembull, dikush mund të thotë, po mirë, janë kisha ortodokse sërbe, le t'i mbajnë sërbët, nuk na intereson neve për to, por në anën tjetër, pasojat politike që prodhojnë, pra, pikrisht, pasojat që ne sot i kemi sfid, barierë për para, cilat janë, sepse në rregull, ata mund t'i mbajnë e mirë mbajnë, por cilat janë ato pasojat që i ndjejmë ne si shtet? Pasojat që i ndjejmë ne janë këto, për shembull lidhen këto krejt edhe me kërkesën për asociacionin, edhe me eksterritorialitetin. Territorialitet apo pronat si ke rasti i Manasirit Deçanit, pronat për Manasirin, krejt janë çështje politike, sepse në përkohë kanë pas prona manastiret e vogla apo kishat mirë, po janë masat cilat sot politizohen. Kjo është një problem politik, cilin nuk është dasht faktori jonë shqiptar, po mendoj ekspertët, ku kanë marrë pjesë në Vjenë edhe ma pas, me pranu monumente ortodokse sërbe. Monumente ortodokse dakord edhe ligji i mbron, mirë po jo sërbe, sepse nuk qëndron. Kur jemi këto, çfarë kam pranuar e çfarë jo, gjithnjë potencot faktit se çdo marrëveshje që është pranuar në presion të madh ndërkombëtar. Tani ju me siguri që të dy keni patur kolegë historian atje bashkë me delegacionin. A flasim për një presion të tillë në atë moment për t'u nënshkruar, për t'u arritur ato marrëveshje në 2006, ashtu siç janë vendosur për statusin e nuk ka qenë presioni aq i madh atëherë, po flasim në bazë të dokumentave. Unë kam shkruar librin 67 gjatësisht për këto probleme, kam konsultuar mjaft dokumenta meritore të kohës. Ajo që ka ndodhur në Vjenë, është e vërtetë se presioni nga Serbia ka qenë shumë i madh. Kanë qenë shumë të organizuar, se ata kanë bërë thash për krizës lindore tutje, vazhdimisht ka luajtur këtë kartën e kishës ortodokse, faktorit ortodoks serb, edhe luftat edhe gjitha që i kanë bërë me ata, dhe ju dini se memorandumi edhe i Çubrilovicit, edhe ky fundit i Qosicit, Akademia kjo kishë ortodokse është bashkautor, edhe njerëz priftërit ortodoks kanë qenë pjesë e shtabeve ushtarake, do thotë aty nuk kemi çka diskutojmë, por në Vjenë është faji kërësisht i delegacionit ton edhe i grupit të intelektualëve që është dashur këtë fakt. Bile me spaku ta merrshin parasysh letrën që u largova, që të shikohet ai neni i kushtetutë të Jugosllavisë, do të ishte shumë i përfillshëm. Këtu nuk është bo kjo. Edhe me këta, Serbia ka arrit për shembull kishën ortodokse serbe ta bëjë trashëgimtar të kryesor të krishterënimit këtu në Kosovë. Edhe si e thatë ju përpara, pse ndoshta për popullatën e besimit islam nuk lunë rol shumë për historinë, për kulturën tonë, sepse nëse na heqim dorë prej një themelit të historisë sonë, prej trungut të historisë sonë, atëherë jemi si druni pa trung. Degë që bin edhe për atë Serbia sot lunë këtë kartën e nacionalizmave edhe konflikteve. Derisa them këtë, sepse krishterënimi këtu
Zoti Regja e din, po e dim edhe në gjithë tjertë, është zyrtarizuar në shekullin 4 prej perandorit Konstantini Madh. Do thotë, disa shekull më vonë, slavët kanë filluar të vinë, po dhe shekullin 10 ata e kanë pranuar një farë krishterimi sipërfaqësor dhe dijen ato. Gjithë ato trashëgimi është zhvilluar këtu në Dardani. Dardania në gjitha aspektet, kur merret sot prej, po flas për Dardanin antike, prej Nishit deri te Justiniana Prima dhe Justiniana Sekonda që është për të Shkupit, janë 36 qytete, 36 objekte shumë të rëndësishme të kulturës, ato janë qytetnim, një të qytetnimet më të antikitetit. Edhe na për një herë hekim dorë prej atyne, edhe këpuksim historinë tonë. Krishterimi ka qenë i përbashkët, do thotë. Shekullin 11 është da... Ne sikur e kemi sindrom këtë që ta këpusim historinë dhe ta nxjerrim segmente. Ne duam të shkëputemi edhe madje edhe nga historia e re, nga periudha e komunizmit, nga... Ka një tendencë tonën që të shkëputemi nga çdo gjë. Ka tendenca vazhdimisht intelektuale politikave të paprecisë dhe grupeve të ndryshme. Në çdo kohë ka ndodhur. Na kemi edhe 12-14 në Shqipëni, i dim çka ka ndodhur në gjithë ato zhvillime. Por janë konceptet intelektuale, janë ato të cilat nuk i shohin pe. Ne kemi linjën kombëtare. Ka dhënë konceptin më të rëndësishëm pikërisht edhe kësaj problematike, kur kanë qenë 3 fe, 3 probleme, ka dalë të gjuha nacionalizmi. Unë mendoj se këtu klasa intelektuale dhe ata që kanë pas për detyrë ta mbrojnë konceptin kulturor dhe historik të identitetit tonë vjen nuk e kanë bo, edhe aty në këtë problemet, ato e në bartë. Edhe shka është dhe ma këtë Zoti Regja e din shumë mirë, edhe këto bisedime që kanë fillu 2014, po më duket për këto decentralizime tjera, që janë bo këgja më sheft ato, janë ja 4-5 kësi marrëveshje që janë bo, 42 objekte janë bo cilat duhet të jenë të mbrojtuna dhe faktikisht ato janë eksterioritete. Ligji për zonat të mbrojtura. Edhe tash Kosova, çka ndodh me ato? Kosova faktikisht nuk e ka sovranitetin shtetënor në shumë pjesë të veta. Merrni me mend për shembull në Prizren. Sipas aty në marrëveshjeve, 2 kilometra, 2000 metra duhet të jetë Bogoslovia ta zonë. Çka të që të ndodhë, në atë perimetër duhet edhe më ndodhë në zjarë, duhet pytet kisha ortodokse, kishte para ca vjetësh, kishte një problem kur dikush nxori një tezgë aty për të shi diçka, i nxori të lashe kisha. Asi koncesione në bo, asi lëshime në bo, për klasës tonë pa përgjeshme politike, cilët tash dalin edhe në për studio televizive që se në qalmë se gjoja kanë pojtë Kosovën, nuk e kanë pojtë Kosovën. Ata kanë shkatru Kosovën dhe ja kanë lonë, si thonë, kopilin të dera politike se vazhdimisht ka me pas këtë problem. Shikoni tash dhe këto të marrëveshje të reja. Qdo ko është kjo, zyrtarizimi statusit të kishës është... Si duhet të them këte, ju palafani qohën çdo ditë, me marrëveshjen e Brukselit dhe të Ohrit. Pika 7, në ato 10 pikat e marrëveshjes Brukselit, parashef krahas asociacionit, parashef edhe status veçantë kishës ortodokse serbe. A di çka do të thotë ajo? Në statut të veçantë të kishës ortodokse serbe do të thotë shtet serb brenda shtetit. Ne kemi përvojën e njoftën këto 100 sa vjetë se si orësil kishë ortodokse prej propagandës deri te armët. Edhe në manastirin e Banjës, jo rasisht u gjetën në armë. Unë mendoj sepse edhe janë vetë dokumentet e NATO-s nga Pra, se pyta më herët cila është pasoja konkrete që ne shohim sot, Banjska është pasoja konkrete që... Sot Serbia ka mundësi në çdo moment në përmes atyne objekte me destabilizu Kosovën. Në çdo moment mund të skenojnë. Shikoni letrat, janë 2-3 libra që i din Zoti Regjaj, pisma srpske konzular 1885, letrat e konzullit serb. Aty në mënyrë thellësishme përshkruhet se si duhet qohën, të manipulohen, periferit, të skenojnë, të shkruajnë raporte tjera, por e ki edhe të njëjtën, gjatë tjetër shumë të rastishme që na po e harrojmë. Mes Dorhame ka shkruar një libër jashtëzakonisht rëndësishëm në 1908, udhëtimin e për Shqipërinë e përmet shkruar. Për me pa këtë faktorin ortodoks shqiptar, se sa ka qenë i fuqishëm dhe sa ka pas pjesëmarrje në përgjithësi popullatën tonë, shikoni udhëtimin e saj prej Gjakovës. E ka botuar koha atë libër. Kishën e
Devishit edhe deri te Graçanisa. Po. Thot unë kom fol thot prifterive në Devish serbisht, thot ai ma kthej shqip. Unë i thash pse shqip? Po thot na jemi pse jemi shqiptar, thot por kemi shkuar shkolla. Kjo tregon pra krejt një mos interesim tonin vesmas të institucionet, tash mund të themi lirisht, ne kemi institutet historisë, akademisë, tjera, që këto 10-15 vjetë fundit, jo vetëm që nuk kanë dalë përveç individëve, për shembull, zoti Regja e ka një 2 libra që konfrontohet me falsifikimet e kishës ortodokse serbe, por projekte që duhet dalin shtetnore, akademike, dhe të jepet një përgjigje çfarë ata bojnë sot, për shembull, para 2 vjetë në Shebeata kanë bëtu një libër monumental mund quhet Kishat ortodokse serbe në Kosovë. 1000 sa faqe, në 6 gjuhë, me 60 autor. Një libër i cili kur shikohet jashta këtyne, që na i dim, njerëzit thonë, apo jo, vetëm që u japet Kosovë, dhe ma tu tjetë. Ju, zoti Regja, keni botuar libra për të shembur propagandën e Akademisë Serbe, ku i keni bazuar ato dhëna që mbi cilat keni kundër argumentuar atë propagandë? Jo, vetëm mund të them se janë për fat kesh gati vetëm librat e vetëm të zotit Regja që kapën drejt për drejt me këtë problematik të dekonspirimit të gënjeshtrës serbe, gjoja me autocefalin për i shekullit 13 që nuk ka ekzistu. Më falë. Faleminderit, zoti Jusuf, por problemi është kështu, unë edhe logjikova pyetjen tonë të mahershme që tha pasojat dhe qëllimet. Është interesant që një pjesë edhe e shoqërisë tonë, sepse ne kemi kry shkolla deri në 99-ën, varësisht këtu në vend, apo kemi pas një program shkollor si pasoje ati programit tish Jugosllavisë, shumë pak kemi mësu për trashëgimin kulturore, mos të mëhesh për trashëgimi. Historin, copa sa ka ndasht programi mësimor. Nuk është përmendun as si terminologji shumë shumë. Ma pas luftës, 99, ne shqiptarët një 10 vjetë, deri sa kryum institucione, organizum mësimi e këto mbetëm pak prap mrapa. Organizimi institucioneve. Ligji për trashëgimi vjen 2006, 2008, vjen për zonat veçanta, do me dhoni kemi lonë një 10 vjetë përveç edhe ma heret. Dhe një shtesë deshta me bo këtu që shumë kolegë, historiana, po ekspert të trashëgimisin dëgjon, që kanë mendim që po atë pyetjen që janë sërbe, është ortodoks, dhe t'ju mesin sërbe në kuptimin e pa informimit, besoj 100%, apo të pa mirë arsimimit në këtë fush. Ka njerëz, nuk po thëmë tani me amën, që thëtë, ajbe, ato janë sot sërbën, ne jemi muslimane dhe ka titull. Nuk në duhen e Po, ato. ka dhe titull. E problemet qëndrojnë në këtë nivel. Mungesa arsimimit, dijes saktume, që thojnë specialist në një fush. Dikush duhet më utirë, sepse janë fushat gjona më marë me të gjitha personi, por një e mirë ka ndodhë 2004-2006. 4 monumentet që hynën në UNESCO në shpëtim risku të Kosovës me kërkesë të Serbisë, pa të ndodhë një debat ka qenë ministri Beqiri? Jo, para Beqirit, Haracia. Edhe pa të bon një pamflet, një broshurë edhe në Paris, në selinë e UNESCO-s, ka qenë tendenca pikrisht, ato mirë jemi mbrojt, ato e di rast se kom qenë Ministrit Kulturës atër pjesë, është mbrojt termi kishat ortodokse sërbe. Se tendenca ka qenë me i registru në UNESCO ato objekte si sërbe, nuk janë registru. Janë registru monumente ortodokse mesjetare në Kosovë. Sepse reagoj shteti jonë, me që ato kapacitete me unë mikun edhe unë mbrojt ajo. Kjo është e sigurt. Tendenca ka qenë monumente mesjetare ortodokse sërbe dhe ato edhe u bon një debakël, një farë pamfleti doli një flet lidhje shqiptare që ishte bon 2 gjuhë anglisht, frëngjisht, në duket edhe shqip-sërbisht, dhe arritëm që ta mbrojmi qatë termin sërbe, sepse në mes jetë edhe nuk ka sërb. Problemi është maj madhë. Po, në shekullin 19 kemi kombit, po këta e kanë problemet shpika, janë që shumica historianëve sot, për fatin e kesh në Kosovë përdorin Serbia, apo perandoria sërba, apo cari sërb, cilët
nuk ekzistojnë në mesjet. Ne kemi, nuk e di... Për me u këthy të ti në mos shumë shkurt. Jo, që mu këthy shkurt. Problemi i kishës është i lidhën sërbe, është i lidhën me shtetin. Regullisht. Edhe luftrat e fundit janë të bekume prej kishës ortodokse sërbe. Luftrat e fundit që janë luftat e treta balkanike. Si e qua një faktin ju, që po thoni, të raga qenë propagandë? Problemi është që këta janë të organizuar me marë, me përvecu këtë trashëgimi që besoj që zdo ta arrin atë qëllim, plot, sepse edhe faktorin ndërkombëtar ka lëvizjes që tash sikur edhe në Paris që kanë logjik shumë, apo janë thirrë në referenca, nuk e kanë pranu që janë vetëm monumente sërbe, e të tjera, po këtu ne duhet të kujdesemi për... Po kur jemi ne të lufta ndaj propagandës dhe falsifikimi historisë. Pra, ju thoni që krejt e falsifikuar është ideja e pranisë sërbe në Kosovë që para mes jetës. Faktë tregojnë të kundërtën, që ata kanë ardhur shumë më vonë. Po ne edhe në ditë sodit shohim propagandë, puro propagandë, dhe nuk reagojmë ndaj asgjëje. Ne kemi parë në momentin e Banjskës që Vučić del dhe qanë me lëtë e thotë fëmijët sërpovritën në Kosovë, nuk ka pasur një reagim zyrtar nga ne për të thënë që kjo nuk është as pak e vërtetë. Nuk po vritën fëmijët sërbë në Kosovë. Ose dhe tani, djali presidentit Trump thot që jep një arsye krejt tjetër prej asaj pse është bombarduar Serbia në 99-ën. Dhe ne nuk kemi një reagim. Çfarë po ndodh me ne? Pse ne nuk mundohemi ta shpërfaqim gënjeshtrën e madhe serbe asnjëherë? As atëherë, as tani, do të qas në të ardhmen. Se po në ndodhë kjo? Dëgjove ta jap një vlerësim timin ma pas. Po, shiko, është problemi këto thjesht i logjik i reagimit shtetëtor. Ne e kemi një shtet. Një shtet i cili si mas menimit gjithë njerëzit tonë... Përveç shtetit ne dhe si shoqëri nuk bëjmë reagim, as kush nuk reagon. Që është një ma madhe këtë shekull, na nuk dëshirojmë të amprojmë me parametrat që janë historik, kulturor dhe politik. Dhe ata na i anashkalojmë. Aty do të duhoj prej fillimit, institutet tona, prej akademisë, gjitha ato që janë që nësa që mojnë rrogat mira, të organizohen dhe të thomë. Qëndrimi ynë është të kundërvihemi propagandës serbe për mashtrimin që e ka bo me 100 libra shtetin mesetar serb, Cardushana tjertë që nuk ekzistojnë. Ato nuk janë bo, për shembull. Për kundërzi, diktatet të në vazhdon për historianëve tonë pranohet edhe atë në Shqipni edhe tjerët, se kanë bo libra, kanë bo doktorantura, edhe quhet edhe kisha ortodokse serbe, ka edhe autor shumë të rëndësishëm që thot, po kisha ortodokse serbe e ka ato që falin për shekullit 13. Shiko, janë plot dokumenta dhe dejte revaracije këtyre që ka historianë serb që demantojnë atë dhe ja Sërbovi vetë demanton, i kanë pranu ato klishe. E tjetra, është edhe e tjetra për shembull shteti mesetar serb. Rashka, Nemanjajt, Nemanjisht, gjitha janë konvertu ashtu që si që ka dhënë propaganda serbe se ka ekzistu një shtet mesetar serb në Kosovë dhe ka qenë Rashka ajo bartë si tëne, Nemanjisht e tjerë, dhe bilim Nemanjin e quajnë edhe perandor car. Është marrë libri i Stojanovićit, i cili vetë thotë se nuk e kom shkru zakonikun është kanoni, më falë vetëm këto ta thëmë se ka rëndësi kjo, si mas dokumenta të shekullit 14, se nuk ekziston, po unë e kom bon në shekullit 19, si mas disa rëfimeve të një mësusin prezren dhe një priftin prezren shekullit 19. A i liber, për shembull në Harvard dhe në 2-3 katedrat slavistike së universiteteve amerikane, është qitë si liber i pavlefshëm, vetëm sajt asaj që të librin për shembull Kosova, po vetë edhe të dy tjera, thuhet se nuk... Këtë fakt që përmendni, a e ka përdorur Instituti Historisë së Kosovës,
Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, a e ka përdorur këtë fakt që ai libër është i falsifikuar, pra mbi falsifikime është i shkruar, mbi rana, mbi propaganda, mashtrime, sa e kemi përdorur ne atë vendim që nxirret nga... Nuk mund të jem përgjegjës për ato, po të librat e Zotit Regja e kom pa që kundërshtohet ky fakt. Por do duhet kishte edhe... Po flas në linjë institucionale, sa është përdorur. Nuk jem përgjegjës për to, po sa kom pa libra në institutet amerikane, në institutet botërore nuk ka asnjë botim të Kosovës në anglisht që flet për këtë problematik, nuk ka. As prej Shqipërisë nuk ka. Janë sa të shkon me kë, për shembull, gërma shkronja kë. Në institutet amerikane është Kosova e ime, Kosova e Malcolmit dhe Kosova e Schmidtit. Është edhe një amerikan, nuk ka tjera. Sa shkon me kë, në anglisht, aty, por janë një 100 libra tjera të autorëve serb, prej Sfiqit që ka një tradit të hershme. Edhe një studenti amerikan, natyrisht kur i sheh aty një 100 libra, një libër, 2 periferik, ndoshta do t'i bie në dorë, ndoshta nuk është punu këtu dhe nuk punohet. Do të thotë, në këtë drejtim, unë them kështu se është problemi që nivelet tona shtetërore, kuvendi, tjera, cilat financojnë këto institucione, të kërkojnë një përgjegjësi. Nuk kërkojnë llogari me një fjalë nga... Të kërkojnë, për kundërzi, tash ne kemi edhe një problem tjetër, që vinë, për shembull, edhe historianë të jashtëm këtu, cilët pranojnë shtetin mesjetar serb, tregojnë se shqiptarët mesjet janë të mjegulluar, se nuk kanë lidhje me Ilirët, pranohen për kryeministit, pranohen për aty në shesin këtu do llafe poshtë përpjet, dhe kjo është edhe më e keqe, tregon sepse ne nuk dohem ta kemi edhe një fundament historisë tonë. Pra thoni që kryeministra du ta kenë një këshilltar historian, momenti që takojnë një historian nga jashtë, s'ka ku të informohen se me kë po takohen? Kanë këshilltarë ata, por është problemi se çfarë këshilla kërkojnë. Çfarë niveli? Jo, unë kisha lidh krejt një përgjigje plotësim zotit Buxhovi, institucionet tona, Instituti i Historisë, katedra, akademia, po edhe arkeologjike, monumente, të gjitha institucionet që merren me hulumtime edhe me trashëgimi, këtë rast sepse monumentet e trashëgimisë janë histori. Do thonë, është bazë e historisë, ne krijojmë histori. Secila kulturë që hulumtohet e krijon bazën historike të vendit. Përveç që ende jemi në fazën e parë të historisë të Kosovës, historisë së thirrur që quhet. Sërbët e shkruajnë zvanish në histori, atë na histori zyrtare apo e thirrur, që është prej institucionit, me i hiq këto individuale, zotit Buxhovi, të mijat e të tjerëve, nuk kemi arrit. Është proces, po duket pjesa e parë me dalë këtë vit, u shty diçka, se 2 vite ka pas. Institutet që i përmena nuk kanë punu për asnjë monument. Për fatin e keq, unë e ditë saktë, dhe në dhe zotit Buxhovi, çdo monument i trashëgimisë ortodokse në Kosovë ka punim të veçantë. Ma manastiri i Pejës, i Deçanit me 4-5, i Pejës, Patrikonas, disa, Shën Arkangjeli, Levisha, që të në Shën Prana, në Prizren, po edhe objektet e vogla, apo të vëndshme, shekullit 19, që janë kisha në Vështëri, në Prishtinë, Perizaj, do dhe një mjënë që kanë punime, studime, përveç studime, në revista lloj-lloje, libra të veçantë kanë për çdo monument. Ne nuk e kemi asnjë, sepse nuk kemi program. Unë një den time pa ta fillu në Ministritë të Kulturës prej 2004-2005 me ngritë zonin ta bojmë një lloj agjencioni me quj, që ka me qenë nën kryeministrinë, ti përgjigjet politikës ditore në shkencën trashëgimi. Askush s'ma ka vënë zonin. Me i përcjell ndodhit ngjarjet, interneti sot është shumë i shpejtë. Çdo ditë 24 orë me qenë 4-5 njerëz me i përcjell me i pasuru, me i rifresku zonën. Edhe me i dhonë pak kundër argumente, po për fatin në kesh ne asnjë monografi nuk e kemë për asnjë të vetmin monument kish ortodokse, sikurse ne me të vërtet nuk janë tonat e s'po merremi me to. Jo, nëse më lejohet këtu vetëm këtë ta them. Ato që i thatë ju, shikoni biltenin e komunës Prizrenit, ku flitet për kulturën. Aty e që unë, jo vetëm që i thotë, është kulturë serbe, por në përgjithësi
krejt gati mes jetën dhe gjithë tjetër i atribuohet kulturës serbe në Prizren. Aty lihet manash krejt ana e trashëgimisë sonë ilire e tjera edhe aty është faqe zyrtare. Shikoni një dokument që është kundër shtetit Kosovës, është financuar prej ekspertëve të Kosovës, edhe ai qarkullon sot hyni në internet e shikoni. Prandaj këto është problemi. Në UNESCO për shembull, pse të shtoj Kosova para 4 vjetra, sa ishte zoti Regjaj 4-5 vjetë. Ka më shumë. Ta zonë, nuk jemi sigurt, po për 4 vota ka kur ish presidenti tha që ishte ministri i punëve të jashtme. Shikoni, për 4-5 vota ka dështu Kosova, do të thonë edhe aty tregon se nuk ka qenë dikush serioziteti s'ka qenë diplomacisë tonë, bile vetë kancelarja gjermane Merkel atëherë thotë që është e çuditshme, thotë 4-5 vota ja kisha siguruar unë, thotë. Dikush do të thotë ka qenë interesuar që ta sabotojë atë. Unë mendoj se me mos punën, që po thotë zoti Regjaj, me mos interesimi, pagesa të mëdha, përkundër mos ekzistimit në koncepte që ti kundërvihet propagandës serbe, siç bën ajo ka 7 libra në vjet i boton për kishën ortodokse, trashëgimin serbën në Kosovë dhe me te ajo, si e thatë ju djali Trumpit e tjerë, ato lobistat e bojnë atë punë, kush i e para i flet për te, por nëse ai i merr 7 libra në vjet që i boton Akademia Shkenca e Serbisë, libra tepër përgatitur në mirë, edhe nuk e ka as i libër të Kosovës. Nëse në institutet amerikane dhe bibliotekat janë vetëm 3 libra, do thotë Kosova Malkomit, Kosova Schmidtit, Kosova e Bugjovit, çka do të thonë tjerë? Zonja Mimoza, dhe shpëdu me plësu, me të adhonë një informat, ne nuk kemi asnjëherë ekspozit të botimit librave. Asnjëherë nuk e dim çka është ajo, nuk është si metodologji. Sërbët, sidomos në Francën, vendet zhvillume, mbajnë ekspozitat botimeve vjetore. Para 5-6 viteve në Francë tirin akademit, universitetet, institutet, vendore ndërkombëtare pjesëmarrës, edhe i promovojnë librat e botume vit pas viti, e marrin çmimin 2 libra për Kosovën, krejt komplet propagandistike, pamflete. E marrin çmimin jubilar në Paris, në Francë. Domethënë, ne nuk e dim as ekspozitën. Ne edhe është një problem. Edhe me shkrujt dikush, diçka, një prej element, ka tjerë që të gjuhën që ekziston barometri. Tani mund të bëhet debat, kështu në opinion, po pse se ne kemi halë tjera më të mëdha, kemi probleme tjera, pse mirë po ekzistojnë pra institucione për çka paguhen. Ekziston Akademia Arteve dhe Shkencave, ekziston Instituti i Historisë, aty njerëzit paguhen, marrin paga për këtë punë. Ka universitete, ka ne nuk po kërkojmë që të bëhet diçka universitetet, tekste ndryshme gjuhës, historisë, antropologjisë, që ta ato do të marrë. Për institucione nuk heqim kesh, i kemi të gjitha. Nuk heqim kesh, po për fatin e kesh, më falë zoti Josuf, ndoshta mos ndërhyj, ne nuk kemi qenë të organizuar fare në këtë fush, me mbrojt interesin ton të trashëgimisë, sepse në legjislacionin e trashëgimisë thuhet çdo monument është histori në vete. Çdo monument është histori, flet. Monumenti ta tregon në aspektin historik të arkitekturës, edhe është shumë e vërtet, lokaliteti arkeologjik. Dhe ne nuk kemi punu institucionet tona, ka najt heshtura zi, kënë se hajtë se kryhen këto punë më të vogla, trashëgimia, sepse edhe ashtu kulturës të ne nuk i japen shumë buxhet. Ta shkove të fundit, po për fat keq edhe ai buxhet nuk po përdoret për me mbrojt trashëgimin, ma shumë po përdoret për politik, promovime politike se sa në trashëgimi. Edhe kjo qasje duhet me ndru, për ndryshe kemi me shkatëru edhe këtë histori kulturore të monumentet shka kemi. Ju sheni që nuk po bëhet përpjekja as tani kur ka buxhet më shumë që të punohet? Kemi artefakte ne sot në Serbi, arkeologjike, etnologjike, dhe paka shumë kanë qenë biseda 3-4 pika dhe sot dhe atë ditë kanë me të pengër në Beograd që janë marë vitin 98. është edhe dishka, zoti Regjaj e din, ne kemi studimit arkeologjike dhe të destinumet monumenteve që janë zhvilluar në vitet 60 dhe 70. Janë 10 herë më kompetente se sa ato që janë zhvilluar më vonë. A mund ta prekim një dimension tjetër? E kemi një fotografi tjetër nëse është e mundur regjia dhe personalisht unë jam befasuar shumë kur kam parë që në rastin gjyqësor ndërmjet UP-s dhe kishës ortodokse në gjykat ka munguar përfaqësuesi i
Universitetit të Prishtinës në momentin në seancën, pra në seancën e thirrur, ka munguar tjetë i pranishëm zyrtari i UP-s. Tashti unë nuk jam e sigurt nëse për atë munges, gjykimi ka përfunduar si ka përfunduar. Pra është mbyllur lënda në dëm të universitetit, ka triumfuar Kisha Ortodokse Serbe. Ju duket krejt e rastishme që ka munguar përfaqësuesi i UP-s, apo edhe këtu kemi dështuar ta mbrojmë të drejtën e universitetit? Unë mendoj se është qëllimshme. Bile kjo që ka ndodhur në universitetin me këtë kishë këtu. Kjo kishë është ndërtuar në vitin 1996. Është BBC-a, këtë bota, ka dhënë në ardh arkanat, kërpërshkopi serb, është kisha më e dhunshme që është bo në rrethanat e një hegemonizmi ushtarak në Kosovë. Kjo kishë edhe në objektin e universitetit. Qëllimisht nuk është mbrojt. Unë jam i bindun se strukturët e saktume politike të Kosovës të mbështet në ato dallaverët që i kanë bërë në Vjen me pakon atisarit, kanë kërku që të objektet e saktume të kishës ortodokse të ruhen edhe në qendër të Prishtinës, mënyrë që ta kemi një trinom. Ta kemi kishën katolike, ta kemi kishën ortodokse afër dhe një xhami ekstra me një 5-6 minara, sa do t'jetë më e madhe janë botë, edhe ta kemi këtu, ta të tregojmë një pluralizëm të besimeve. Kjo është antihistorike kur shikohet, sepse shteti i Kosovës ka leju që në qendrën universitare një kishë dhunshme të legalizohet, legitimohet. Ka mujtë lirisht ky faktor të ndërthurët me Graçanisën, ta zonë, që ku kemi një kishë të krishtenimit ortodoks. Paralogje e Prishtinës, paralogje. Është edhe një Prishtinës e vogël aty. Pra, ky vendimi i vitit 2017, sepse në 2017 në gjykata e apelit i ka dhënë drejt kishës për pronësinë e tokës. Sekretari i universitetit nuk është leju të shkojë, nuk më lexuar një deklaratë dikun. Nuk është leju nga kush, nga politika? Nga dikush, nga faktorët politik. Njëjtë gjë që me kishën e Deçanit. Na mund të themi se jo dhënë disa hektar, por kemi edhe 2 gjana tjera cilat kështu kuturu sulmohet gjykata kushtetuese e Kosovës, pse e ka dhënë mendimin. Gjykata kushtetuese nuk jep vlerësim. Nuk gjykon, vetëm mendimin. Gjykata kushtetuese e Kosovës nuk ka pas mbrojtje juridike as të komunës, 2 objekte të komunës të Deçanit, zoti Regja e din fort mirë ato, as nuk ka pas të pronave publike si kanë qenë aty. 2% i komunës Deçanit nuk ka shku. Ani pse kanë pas një muaj afat që ta bojnë mbrojtjen juridike. Masi ka përfunduar procesi, janë paraqit edhe ka përfunduar mandej. Kështu që këto janë desha them se janë bërë me qëllim. Me qëllim. Dhe këtu ka triumfuar pra Kisha Ortodokse me pretendimin se është në tokën e saj. Jo, nuk ka triumfu. Ka dështu shteti i Kosovës për me mbrojt identitetin e vetë kulturor. Po mund ta quajmë triumf të kishës, sepse me atë gjykim i ka vënë të drejtë kishës. Kisha e ka ndërtu në mënyrë të paligjshme në tokën universitare. Argumenti i kishës se ka bërë në tokën e vetë këtë objekt. Është problem, sepse kjo pronësi është dhënë pikërisht në qatë kohën e rektorit Papović, që quhet pas më dhejtës. Ka qenë dhunshme ato ligje, dhunshme ato Kushneri ka anulu ato ligje. Si vjen Kushneri, pikërisht i anullon ato ligje dhe ngrihen. Ma pas, me sa diu në zoti Buxhovi, diçka është votu për çto prona në parlamentin e Kosovës. Dikon që ato vitet e hershme 2004-2005, mos të gaboj, diçka është që kjo puna e shtynë pronave, pikërisht kishës parlamentin ton ka shku, si një lloj aprovimi për që pasojën që linë 2007. Nuk jam i sigurt, po e di që ato ka marrë një lloj legitimiteti. Kjo është tokë universitetit. Këtu, ato që ka dhënë Papovićit aty në Milošević, ato në Palić, ato Kushneri ka vlerësuar. Këtu është problemi pronës publike dhe private. Këtu ka kontest pronës publike dhe pronës private. Këta kanë marrë si në pronë private, kisha me pretendim në pronë publike të universitetit. Ato e ka marrë në kohën e Po mos au dëshme. E ka tjetërsuar fillimisht rektori i universitetit ju ka dhënë ka qenë Papović e kanë dhënë ato. Por Kushneri ka anulu ato kontrata. Prandaj nuk ka aty kur zot pa qartë. E qartë është këtu se politika e Kosovës ka dashur ta krijojë që trekonshin
për nevoja gjoja ndërkombëtare se i kemi në qendër të Prishtinës tri monumente, tri përfasimin e tri. Deri në një moment ka pasur një ide që një ditë edhe mund të rënohet ky objekt. Po dashur rënohet, mas luftës me njerë është dashur ajo. Është dashur dhe është besuar që do të vjet dita kur do të rënohet. Tani, pas këtij vendimit të gjykatës së apelit, a mund të mendohet më se do të rënohet ky objekt? Jo, unë mendoj se jo. Jo, në momentin nuk besoj, po edhe me u rijetësu, me u bo funksionale jo. Ka me mbetën që ato në qitë strukturë. Po nuk di, këto gjykata supreme ka dhënë me sa diu në vlerësim. Në deri tek gjykata apelit arritën. Apelit, pastaj pas ka mundësi të shkojë edhe më atutje. Unë mendoj ka me mbetë kështu dhe kom dhënë vlerësim për këtë objekt edhe ma herët. Është vlerësimi imi personal. Me qenë se nuk mundi me zhbo dhe është një objekt pavarësisht tashmeret mas 30 vjetëve. Sepse që është të shkon koha e amortizon një farë fryme të periudave që ka ndodhë, ka me mbet monument i tilë, jo i rjetësum, unë e pra ta propozu që 10 vite dhe tjetë një muze. Një muze... Unë nuk mënoj bashkë ashtu, do të mbetet një muze i luftës në kohën e Prishtinës, në kohën e luftës në Kosovë, për komunën e Prishtinës zhvendosja popullatës, largimi muze me një loj holokausti që bëndaj popullatës. Do t'ishte mirë, po të ndodhë, po unë menoj se jo, a di pse, se kishë ortodokse tash, edhe ashtu ka pushtet madhë në Kosovë, pushtet pa dukshëm që ka shumë fuqishëm, por me këtë ligjin e ri që do të vjenë tash për asociacionin, dhe drejtat që do të ketë shumë këtë, punën e parë, ata kanë me ardhë këtu në Prishtinë dhe këtë monument kanë me aktivizu. Do të kisha dëshu të mos ndodhë të kjo, por gjitha indikacionet janë që serbët qështë e ka njësë këto me igumenë. Pra thoni që do të funksionalizojnë? Do të funksionalizojnë, mendoj, nëse vazhdojnë këtë trend ata të fitojnë hapsinën kulturore dhe politike që shë kanë fitu dhe me tash. Dhe ne nuk është se flasim shpesh për ligjin për bashkësit fetare, pra krejt këto problemet me kishën ortodokse e stagnojnë, e prolongojnë miratimin e ligjit për bashkësit fetare në Kosovë. Dhe për pasojë edhe bashkësit tjera fetare kanë të lashe. Kanë pasoja, në paksis kanë leqë, 7-18 vite, është në procesa e leqë ende në po që aty është problemi, pëse nuk është apërvuar ligjë? Puro politik. A është një problem politik, ka kaluni për shumë instansat kuvendit, nuk është vendos kur. Edhe dishka tjetër për ju them, për mu është një brengë shumë e madhe. Mungesa e ati ligjit për religionet, a objektet e kultit, ku shteti Kosovës do të bënte një marrëveshje me së cilin etnitet religios, do të cilë tash që në rrethonat e ashme kisha ta kemi një ligj veçantë për kishën ortodokse serbe. Nësa e ndodhë, do të kemi ma shumë se eksterritoritet të kishës ortodokse. Në do të kemi jo një shtet, po do të kemi shumë shtete serbe në Kosovë, sepse atëherë çdo objekt i tillë do të jetë shtet në shtet. Edhe kjo është ajo. Që do të ketë diçka si Atos në Greqi, edhe këto do të ndodhë do të ketë zona të tilla me pushtet, me autoritet, ku shteti i Kosovës nuk ka kurfar të drejte. Greqia ka Hilandarin, ka një prej 200 sa vjeta, sa nështë ma shumë e ka, me një statut veçantë, të na, do të kemë 42 spaku, dhe i tash që i kemi në bazë aty në listave që i kumpone. Zonat veçantë atë brojtura, 42-45, po që ato është. Spaku në Greqi nuk cenohet siguria e shtetit nga jo zonë ku nuk ka autoritet shteti. Po nëse mrena Kosovës ka që vogël, si që thoni janë 42 zona, me këtë lloj autoriteti fuqie ku shteti ynë nuk ka qasje, çfarë mund t'i prodhojnë sigurisë kombëtare? Ajo do t'jetë një humbje identitetit mas pari shtetënor, kulturor dhe historik. Shikoni tash, edhe në rrethanat ma këshia, unë kam jetu dhe në kohën e Rankovicit, në pak maj vjetër, kishën e Deçanit kemi shku, për dita ka qenë e Gospodgjinit, i madhe i vogël, kemi bujt aty, shumica shqiptarë kanë qenë, kush nuk na ka nalë, shqiptarët i kanë menagju ato kisha, kanë qenë të hapuna deri kërkohën e Milošević. Për çka kanë shkuar shqiptarët aty? Shqiptarët po nisën prej familjes time, prej gjyshës time, ata kanë pas një prirëse në ortodoks. Edhe gjitha dokumentat del
gjenerata 6 e 7 familjes time është Dhe e kanë ruajtur atë traditë me vizitat në monumentet ortodokse. Ata kanë ruajtur respektin për kishën ortodokse dhe për krishterimin përgjithësi, pavarësisht se kanë pranuar dhe Islamin, sepse Islami të na ka qenë edhe Lëramania e pranuar si një faktor që do t'i takojë gjithave. Nuk ka pas të na përpara, po flas Pra dhe ne kanë pranuar për çështje administrative, më tepër se sa për çështje shpirtërore. Shqiptarët jo rastisht kanë qenë vojvodë kishave ortodokse. Kanë projt me gjakun e tyne ato kisha. Po flasë për Islamin, a e kanë pranuar për aspekte administrative të kohës? Administrative, po, ka qenë ajo, njeni ka mjaftu një me marrë dhe tjertë më ndej kanë përfitu lehtësira në perandoria. Interesa ekonomike. Lëramania ka qenë faktori Lëramani që të nashtë... Lehtësira në tatimet e tjera, ka qenë faktor 300-400 vjetë që ka shkuaj proces. Një spahi o dash taket një tjertë të kanë pas në hala kemi rrëthinën e Gjakos, familje që... Po të bashkë... A mendoni se me një ligj për lirit fetare do të rregullohej edhe çështja e financimit të bashkësive fetare dhe si tu do të kishte një lloj kontrolli edhe mbi agjendat e mundshme të shteteve të jashtme që synojnë të kenë ndikim këto. Nuk po flas vetëm për një religjion caktuar, por për gjitha, sepse ne shohim misionar të religioneve të ndryshme të shëtisin, të bredhin rrugëve, madje janë futur edhe në për shtëpi edhe. A mendoni se shteti po të kishte pak më shumë kontroll të financimi i bashkësive fetare, do të mund të eliminojë edhe ky problem? Jo, shteti ka mund të eliminojë dhe mos lejojë të vijë, po sa të respekton të kushtetutën laike. Shteti i Kosovës është shtet laik, nuk ka respektu. Vazhdon të mos të respektojë për gjitha niveleve. Ne shohim atë dhe ka hap mundësinë, mandej edhe për instrumentalizimin e religionit për klientelizma politike në ato fort miridim. Edhe shteti i Kosovës, po që se do të aprovon të ligjin për bashkësitë fetare, po që se do të respekton të laicitetin, atër nuk do të kishte kur farë problemi, religionit do të vazhdon të abon të punën e vetë njës, do të silëshin në përputhje me interesat të me respekt dhe pa... Me respekt shumë të madhur, mendoj se me dëshirë, tash na për shembull nuk kemi qasje të objektet kishtare, në Kosovë nuk ka kur qasje. Është problem se nuk e kemi qatë problemi maj madhës që nuk e kemë fondin ka e marin, nuk kemi asni auditim, asni monitorim të institucioneve të bashkësit fetare ka vinë të hollat, sepse po ndërtohen, sidomos... Po nuk mund të ketë derisa nuk ka një kod buxhetor, nuk ka një kod buxhetor bashkësia fetare. Po të ligje, po të kështon të vullneti që mos të instrumentalizohen faktorët të caktuar fetar për arsye politike, atër do të ishte kaj tjetër, por për fat keq, jo, vetëm Kosova, për përgjithësi, mund të flasim për religionin. De facto, zoti Buzhovi, edhe objektet religioze cilat janë ndërtuar në Kosovë, dashtisht nënshtrohen ligjit të trashëgimisë kulturore të marrin leje. Këtu janë ndërtuar objekte leje, pa leje, kanë bërë edhe rindërtime. Po duke mos pasur pra këtë kontroll shteti, besoni që është lejuar të futen fondacione nga jashtë, të cilat jo vetëm në religion, por ndikojnë edhe në identitetin tonë kombëtar. Unë besoj që po. A shihni elemente të tillë që po kanë ndikim sot? Për shembull, ne tash gjithsesi nuk mund të mos e përdorim edhe platformën e Garashaninit që Brllovicit, kur thotë se kurrizin e identitetit shqiptar mund të arrenojmë me islamin politik. Kalojmë prej një identitetit kombëtar të termi islam politik është përdorur edhe në kohën e Grashaninit, sepse më tepër është kështu, është bërë si term popullor prej viteve të fundit, kur shqiptarët... Vazhdimisht, është koncept që merr një pjesë në luftrat e ligjit mesme. Në memorandumet, në gjitha projektet e islami dhe islamizimi ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në hegemonizmin e matutjeshëm të Serbisë në raport me popullatën jo serbe, këtu veç as me shqiptarët. Ka ndodhur kështu në përkuplje, ku shumë li, 12 dijen shpërngulje të shqiptarëve, dijen pasojat, tash ato mund të flitet sa dush për gjysmë milionit shpërngulën, gjithë ato e në borë në emën të përkatësisë fetare. Jemi krejt në fund, keni frikë për ndikim mbi identitetin kombëtar nga këto
agjentaturat huja, fondacionet huja që qarkullojnë të pa kontroluara në Kosovë? Jo, nuk kom frikë, se unë besoj pavarësisht që jemi mongu edhe jap kritik kundër institucioneve, kemi individë dhe kemi një shoqëni bukur të fortë këtë drejtim të mbrojtjes të identitetit, sepse këtu na morëm rastin e kishës ortodokse, po kemi probleme edhe të islami politik, që tendencat besoj që ata gjithmonë kundërshtarët apo grupacione apo jo që organizata kanë me pas tendenca, por besoj që ka kalu ajo rreziku i madh në atë kuptimin që me u frigu, por duhet me punu ma shumë institucionet, edhe vetë qeveria, unë edhe njëherë po tomë, kom kërku tjetë një agjensi, apo një trup ngrana kryeministrisë shtetit të mbrohet prej këtyne rreziqeve të mundshme. Politike. Unë e di një shtetësve përmeni cili. Ministrinë e punëve të jashtme e ka edhe arkeologjinë. Për çfarë arsye? Ministrinë e punëve të jashtme e ka arkeologjinë si institut shtetnor. Me promovu arkeologjinë e vetë edhe me marrë pjesë në arkeologjinë botërore, me hinë civilizimin, kulturën, histori. Unë besoj nuk e kemi atë rrezik. Mendoj, jam optimist që nuk do të lejojmë skajshmërisht me pas atë rrezik, por sa po kujdesemi, muj me tonë shumë pak e hiç. Faleminderit shumë të dyve për kontributin këtë debat sonte. Faleminderit edhe juve nderuar shikues që qëndruat deri tash me ne. Vazhdoni të jeni me këtë vend, do të shihemi nesër mbrëmat në njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.